Indrit, si e ke parë të ngjarje dhe gjëja që tjetër që mua më ka bërë përshtypje është si mund të zbresi një i para burgosur, domethënë nga kati tret dhe polica sipas kamerave të sigurisë kanë dalë nga dhoma pas 12 sekondash, njëri prej tyre ka goditur edhe me pistolet sepse janë gjetur gëzhojat, por nuk kanë pasur mundësi ose si ka mundësi që ata që ishin në katin e parë, pra se ishte në krah dhe furgoni policisë, nuk kanë arritur që ta kapin, pra i ka pasur mundësi të zbresi nga shkallët, të iki me vrap kalojët, ndërkohë ata të cilët ishin në katin e parë nuk kanë arritur do ta neutralizojnë dhe ta kapin. Problemi është se ne po e trajtojmë si një vrapim normal këtë çështje. Kjo nuk është rast i izoluar, këtu kuptohet është një simptom e gjithë asaj çfarë ne kemi parë në televizore. Pra policë dhe oficerë policie që dalin në skajin Kroçat për lidhje me krimin organizuar, krimin e lidhur me politikan dhe me zyrtar të lartë administratës. Dhe kjo është simptom. Pra kjo kuptohet shumë qartë që janë blerë nga brenda oficerët e shtetit. Se nuk mundet, nëse nuk duan, ta lejojnë të hik, marrin masat dhe nuk e lejojnë të hik, është shumë e thjeshtë. Janë blerë nga brenda sepse shteti shqiptar është shumë i kontaminuar me grupe kriminale dhe me njerëz të cilët veshin uniformën dhe nuk dihet kujt i shërbejnë. A i shërbejnë krimit organizuar apo i shërbejnë shtetit. Pra ka një infiltrim të një shkallë shumë të lartë. Ta ka thënë shefi i prokurorisë speciale që këtu ne na dalin në hetime oficerët e policisë. Ta ka thënë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare shefi i Shishit në atë kohë që ne kudo ku hetojmë në debatin e tij me ministrin e Brendshëm, që ata kur i kanë thënë që nuk na ke sjell ti ne materiale hetimore, dhe i ka thënë çfarë materiale hetimore të sjell unë ty kur në çdo dosje më del një oficer policie për mbjelljen e drogës. Në secilën dosje për mbjelljen e drogës dilte një oficer policie. I zonës që kjo është simptoma, po madje u numëronin edhe rënjët e Ashashit me dron, se ju thonin ke 300 dhe më ke deklaruar 200, duhet paguash më shumë. Ka komizëm dhe skema në këtë pikë. Duhet të them që kjo është një simptom e një shteti të kontaminuar, të infiltruar, kur nuk kuptohen a janë policë të shtetit apo janë njerëz nga grupet e krimit të cilët janë futur aty për sigurinë e grupeve kriminale që ata të kenë syrin, veshin dhe njeriun e tyre brenda strukturave. Pra kjo çfarë doli tani, për shembull rasti i Akshit, ka një problem aty. Sa ata kanë rrezikuar të gjithë strukturën e policisë, të gjithë strukturën e shërbimit informativ, duke ju ditur hyrjet, daljet, kush ka prona, kush ka bërë veprime dhe transaksione në thesar, në bankë apo kudo. Pra kjo është diçka shumë e madhe. Dhe kjo e sotmja në këtë rast në Durrës ku ndodhi, është simptom. Pra simptom e një smundje të madhe të këtij shteti, smundje e cila gjen dhe legjitimitet popullor. Një përqindje e lartë të shqiptarëve ka një lloj simpatie për këtë modelin e gangsterit dhe të krimit me shtet dhe të bosit, ose të bosit qytetit, ose të fortit të lagjes. Kanë simpati apo nuk kanë çfarë të bëjnë, apo janë indiferent? Ka hyrë një kulturë tek brezi i ri, por edhe jo të rit, ka hyrë se ka qenë një kulturë e admirimit për këta njerëz, një kulturë e antiligjit, dhe këta kanë krijuar dhe legjitimitet popullor tani. Nuk dihet e kanë më popullin kundër apo se kanë më popullin kundër. Se është problemi i madh. Bëj një sondazh të fshehtë që të mos i nxjerrësh në kamera dhe pyeti ç'më ndoni për filanin, për filanin, për filanin. Mjafton hapni TikTokun dhe shihni për gjithë këta që ne i skedojmë si element të rrezikshëm, 90% e komenteve janë djalë i mirë, i rujt Zoti. Se lejohet TikToku në Shqipëri apo? Lejohet TikToku në Shqipëri me atë VPN, çfarë quhet. Jo dhe pa VPN. Edhe me atë shihni komentet. Bëni sondazhin dhe një pjesë e rinisë thonë djalë i mirë, e rujt Zoti. Për këta të cilët media i linçon si njerëz të rrezikshëm të botës së krimit. Pra ka një problem shtetëror. E kemi fare ne domethënë që ka një problem shtetëror, ka dhe një problem kultural me rënjen e arsimit dhe me rënjen e shembullit social. Po çfarë shembulli social ka sot shqiptari? Cili është shembulli? Mësuesi? Për mësuesin gjithë thonë gjyna, hallexhi, me 400.000 lekë rrogë. Cili është shembulli? 500.000 lekë paga minimale tash. Okej, minimale. Pra, cili është shembulli? Jo se të lejon Klod di që të bësh gabim. Let më korrigjoj të kjo. Pra, cili është shembulli dhe modeli social i sotëm? Është një smundje e përgjithshme, pra është shteti i cili është kontaminuar dhe korruptuar, është dhe rënja e arsimit dhe kulturës, që ka rrëzuar shembullin social.
Cili është simboli social? Në një vend ku ai i cili jep gaz makinës me 4 turbina dhe bën zhurmë në lagje, ka vlerë më shumë se një ushtarak dhe se një polic, ose se një mësues. Është më i famshëm, është më showbiz ai se sa mësuesi ose ushtaraku ose polici. Po unë kështu e shoh. Kjo është diçka hiç. Është thjesht një simptom e smundjes. Ilir. Sidomos mas kësaj ngjarje të sotme, dhe faleminderit edhe Fationit që na e shpjegoi nga pikpamja profesionale, se unë nuk jam i fushës së ekspertizës së sigurisë, unë mendoj që Shqipëria më shpejt se 2030 do jetë në Bashkimin Evropian. Biles mendoj në 2027. Do ta marrim me shaka sepse është një situatë alarmante. Shteti ka rënë me gjitha këto, siç na e shpjegoi edhe Fationi këtu, me detaje, shteti ka rënë. Si mundet një personazh i njohur i botës krimit të jetë pa ato masa që kërkon rregulloria, pra me minimalet. Ai person shkon me minimalet. Dhe ju dhat një shembull fantastik. Mund dënohet Erion Velia për shumë gjëra, por ai nuk është njeri i dhunshëm. Absolutisht, nuk mund të konsiderohet i rrezikshmërisë së një antarit të një bande kriminale. Dhe ajo bëhet thjesht për të bërë një show propagandistik kur merret një person që nuk ka asnjë lidhje me dhunën, pra duke e njohur personalisht personin para se të bëhej kryetar bashkie, unë e di që ai s'ka asnjë lidhje me dhunën. Dhe sot ky personi që ka lidhje me dhunën akuzohet nga strukturat e drejtësisë shqiptare, speciale të drejtësisë shqiptare për shumë vrasje, për shumë akte kriminale, dhe ne kemi këtë situatë që kemi. Pra, u tha këtu nga parafolsi, çështja e Akshit, po ajo ishte një këmban që askush, unë nuk e kuptoj se si mund të vazhdoj të qëndroj në këmbë kjo qeveri. Unë nuk e kuptoj si sot drejtori i policisë vazhdon të jetë drejtor policie. Unë nuk arrit ta kuptoj, domethënë, sepse kjo është minimalja në një shtet, nuk them shtet të stabilizuar demokratik, por në një shtet krejtësisht në nivelet e Maqedonisë të Veriut, të Malit të Zi, nuk nollin këto gjëra. Pra po flasim për fshinjet tanë që janë shumë afër nesh dhe që kanë me mira problematika të tjera. Por këto gjëra nuk ndodhin. Pra Akshi, kjo e sotmja e Durrësit, unë nuk e kam dëgjuar, i ndjek vazhdimisht se s'po përmend Kosovën, sepse Kosova është shumë më lart se këto dy tjera.